Të më zhurëm e bërtishin brenda, nuk vadin qikonin brenda, se nuk vinim dotne, ne s'kishim armë, ku do vinim me atia? A i thoshe hadni se do vrasë gjithë, hadni të vrasë gjithë, unë ku do vijem, me policia ka arëm bas, 1 ore, e ka marrë quni, ta tregoj qunin edhe, se kërë mori policia, se unë mirja ishte zenë. Pra, ju e pat autorin, që ishte armatosur dhe vazhdonte të kërcënonte. Dhe doli përse nga mbrapa shpirt një ditare që qenë makina më tanë në dhja, në vend tjetër makina. E mori dhe qupën, kajnë, iku. Vajza qëndronte këtu? Po, tu qëndronte, tu. Qa dhe? Pavarësisht e kishin vitet fejuar, kishin probleme? Kishin probleme 3 herë, është arrestuar, është futur brenda dhe 3 herë ka dalë. Ushtronte dhune, kërcënonte, Po, çfarë? ai vadi në Tiranë para ca mujsh, me armë, gjoja ishte lodër, ishte kështu e morën futur brenda 1 muaj, mbas 1 muaj e nduan prapë. Këtu ishe me rreth shtëpie, se gjithmonë kërcënonte. Ata nuk u fut brenda, nuk e di se si janë gjëra, po nuk e di. Se kërcënonte, çfarë donte nga vajza? Do vish tu tek unë pa mua ti nuk e vend do djetën se ai. Unë do të vras gjithëve, do të bëj kështu shantazhe që ka bëj, kanë qenë para shikuar këtë, do të shantazhe. Ishte një vrasje paramenduar. Ishte po bën kohë kjo punë. Kur e pat situatën atje? Po u vajta brenda, vllai shtri atje, punata atje. Eri mota.